kur them unë që për mua ambicia e partneritetit strategjik me Amerikën nuk është hajt t'i kemi marrëdhëniet e mira e jo të shkëlqyeshme. Ambicia ime është që t'i mbajmë të shkëlqyeshme, ekzistenciale, strategjike, të pazëvendësueshme dhe bosht të pathyeshëm të politikës sonë të jashtme. Kjo është ambicia ime dhe këtë do të arrijm, ju siguroj, sepse këtë unë e kam arritur si presidente në momentet më të rënda të politikës së jashtme që Kosova ka kaluar në këto mbi 20 vite. Sepse kanë qenë shumë momente të rënda këto 5 vite, të thyerjes tepër të madhe që zoti Kurti e ka pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane, dhe kur edhe në rrethana të tilla kam arritur që ta ndërtoj një relacion aq të fortë me Amerikën, saqë me sekretarin Rubio dhe me presidentin Trump të bisedojmë për antarësim të përshpejtuar në NATO, të bisedojmë për përmbyllje të njohjeve, të bisedojmë për hapje të një kapitulli ekonomik të jashtëzakonshëm mes Kosovës dhe Amerikës, dhe të mos na kërkohet as asociacioni dhe as një koncesioni vetëm në dialog për të arritur të gjitha këto. Këtë e ka arrit presidenca në një situatë të prishjes së relacioneve dhe të mungesës së besimit që e ka ndërtuar qeveria me SBA-t. Dhe tani të thuhet ngaj, ne mjafton t'i kemi të mira dhe jo të shkëlqyeshme, kjo është e pafalshme, unë nuk po e keq përdori, unë po e përmendi si realitet. Por rrugovizmi, kur them rrugovizmi, është pikërisht kjo. Është pikërisht kjo. Rrugovizmi nënkupton institucione të forta, institucione të matura, aleanca strategjike edhe me SBA-n edhe me shtetet tjera të NATO-s. Pra kjo është e ardhmja, nuk ka të bëj vetëm me ideologji, ka të bëj me mënyrën se e udhëheq shtetin, sepse Rugova nuk na ka lënë vetëm shtetin, na ka lënë edhe mënyrën se si duhet ta udhëheqësh atë. Pra ideologjikisht, natyrisht që zoti Kurti nuk e beson këtë ideologji.